Në ditën e fundit të vizitës së tij në Japoni, kryeministri Berisha dhe zonja e tij janë pritur në një audiencë në Pallatin Imperial të Japonisë nga perandori Akihito dhe bashkëshortja e tij. Audienca ka zgjatur jashtë parashikimit kohor protokollar për shkak të interesit që perandori ka shfaqur për Shqipërinë, për reformat e ndërmarra nga kryeministri Berisha dhe qeveria e tij apo dhe për progresin e vendit drejt anëtarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në këtë audiencë, kryeministri Berisha i ka shprehur mirënjohje perandorit të Japonisë për këtë pritje, që përbën, ka thënë ai, një nder të madh për Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Kryeministri ka shprehur gjithashtu dhe mirënjohje për ndihmën që qeveria dhe kombi japonez i kanë dhënë Shqipërisë gjatë këtyre 15 vjetëve, ndihmë e cila ka përfshirë të gjitha fushat. Edhe si pasojë kësaj ndihme, shprehur kryeministri Berisha, Shqipëria, e cila ishte një Kore e Veriut në Europë 15 vjet më parë, është ndëruar tashmë në një vend serioz për të merituar ftesën në NATO. Nga ana e tij, Madhëria Imperiale perandori Akihito ka shprehur vlerësim të madh për zhvillimet në Shqipëri, si dhe kënaqësinë e tij për marrëdhëniet shumë të mira midis dy vendeve. Ai ka shprehur gjithashtu dëshirën që investime japoneze në Shqipëri të zhvillojnë dhe më tej këto marrëdhënie bashkëpunimi midis dy vendeve.